Nga data 25 deri më 28 qershor, Gostivari u kthye në kryeqendrën e artit viziv, duke bërë bashkë 30 artistë nga vendi dhe nga mbar bota. Kryetari i shoqatës Draudaku, Marian Rufati, bëri të ditur se ky edicion solli një ndërthurje të jashtëzakonshme brezash dhe kulturash, duke përfaqësuar 8 shtete të ndryshme. Kolonia Artistike Gostivari 2026 filloi me 25 dhe sot përfundon me datë 28. Për këto ditë kemi pasur gjithsej 30 artistë nga vendi dhe nga bota. Na kanë përfaqësuar 8 shtetet e botës dhe gjithë artistët nga Maqedonia e Veriut. Në këtë ekspozitë kanë marrë pjesë diku 10 artistë ndërkombëtarë, 10 artistë nga brenda shtetit dhe 10 artistë gostivares, kryesisht të rinj. Është një mundësi e mirë për artistët e rinj që të ekspozojnë dhe të njihen me këto artistë të njohur ndërkombëtar. Ne sot e përfundojmë këtë rrugtim të këtij viti me 30 vepra artistike, me 30 vepra të cilat ju shtuan shoqatës artistëve, me 30 vepra të cilat ju shtuan Gostivarit dhe me 30 vepra të cilat ne e kemi begatuar jo vetëm qytetin tonë, por edhe shtetin tonë. Nga se në gjatë kësaj periudhe artistët nuk kanë qëndruar vetëm në Gostivar, por kemi qenë edhe në Ohër, edhe në Mavrov dhe në disa vende tjera. Andaj, ky aktivitet do të përkrahet dhe besojmë se nuk do ndalet. Është njëri ndër aktivitetet më të vjetra të cilat organizohet kulturore, prandaj besojmë se edhe në vitet e ardhshme do të jemi të suksesshëm dhe do t'ja dalim mba. Për artistët pjesëmarrës nga rajoni dhe bota, ky aktivitet shërbeu si një ulë lidhëse dhe mundësi e shkëlqyer për të ndërtuar bashkëpunime të reja. Një përvojë e veçantë është për këtë artistët cilët veprojnë dhe punojnë në ateljet e veta, në përshpijat apo në përpunëtoria cilat i kanë, kryesisht punojnë vetë apo veprojnë vetë, ndërsa këtu jemi disa artistë, shkëmbejmë ideja, shkëmbejmë produkte, shkëmbejmë gjitha gjona, gjitha përvona cilat mund të ketë një artist gjatë gjithë karrierës vetë, dhe ja ku janë veprat, flasin vetë, besoj kemi bërë më të mirën për këtë edicionin 21 të kësaj shoqate organizate. Organizimi ishte perfekt në formën më ndur, besoj edhe mysafirët cilët i kanë jashtë janë pritën në formën më të mirë të mundshme. Përfaqësoj Kosovën në këtë edicion, vi prej qytetit të Kaçanikut, edhe faleminderit shumë organizatës që më kam këtu në këtë koloni. Çdo koloni që jemi pjesëmarrës shërbem për më njoftu me njëri tjetrin edhe shpresoj që çdo artist i ri ju jepet mundësia me art që me njoftu artistë më të vjetër edhe me pas eksperjenca më të mira. Kështu që faleminderit Gostivarit që na kanë ftuar në këtë edicion. Draudakum bizi ağırlıyor burada. 3-4 gün boyunca buradaydık. Çok güzel. U mirëpritën shumë bukur dhe kryuan miqësi shumë të mira. Patëm mundësi të bëjmë miq të rinj që kishin ardhur nga shtete të ndryshme. I falenderoj përzemërsisht që na e mundsuan këto raste dhe që na dhanë këtë mundësi për këtë ekspozitë kaq të bukur. Ky edicion i suksesshëm u përmbyll me premtimin se tradita do të vazhdojë edhe në vitet e ardhshme. Edicioni 21 i kolonisë artistike u realizua me mbështetjen e Ministrisë së Kulturës dhe Turizmit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Komunës së Gostivarit, Qendrës për Kulturë dhe disa mbështetësve të tjerë të artit.